Territori shqiptar për datën 26 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 36 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 19 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 32 gradë. Peshkopi 15 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 35 gradë. Durrës 18 deri në 34 gradë Celsius. Kavaj 17 deri në 34 gradë. Elbasan 16 deri në 35 gradë. Berat 17 deri në 35 gradë Celsius. Korçë 15 deri në 30 gradë. Vlorë 18 deri në 34 gradë. Gjirokastër 16 deri në 36 gradë Celsius. Sarandë 19 deri në 33 gradë Celsius.